Përshëndetje të nderuar qytetar. Edhe një herë do shikni se vetëm ne seriozisht lajmet i kemi marrë. Si mund njeri t'i bëj dy banesa pa qenë funksionar? A erdhën përmendorët për zgjedhje? Si ndodhi gabimi? Kush i hëngër vitet e përmendorës? Pse zgjedhjet si pëlqyen diasporës? Pse opozita është nervoz? Pse ka qeveri në hije e pse në diell? Si merret opozita me kulturë e çka ndodh në transport dhe me nxemjen për komfort? A duhet me pa njerin apo sherin? Dhe çka thuan meteopatët për kohën ditën dhe natën? Mos përtoni e na ndiqni, se do votoni që të këqin t'i hiqni. Maqedonia është vend i mundësive dhe çuditërave për funksionarët, sepse këtu bëhet biznes edhe në mbrëmje edhe në mëngjes. Edhe pse rroga vetëm 1.000 euro në llogaritë vjen, 10.000 euro pa problemi kursen. Por kjo asgjë nuk tregon, sepse nëse je në pushtet, sa qele mbyll syt i bën rrafsh 1 milion. Kurse opozita kot pyetje parashtron e kryeministri vetën nuk e mundon. Unë e kam rrogën e i deklaron, edhe pse opozita me këmbgulje shqarime kërkon. Аболицирани от Груевски тргал на страна секој месец по 10.000 евра. Или за една година Никола Груевски официјално станал побогат за 118.629 евра. Нема лутиш тука, си штеди човекот, не оди по одмори, работи, не излегва, не пие, не јади, ќе штеди по денар, по 2, по 3.000 евра, по 4, ќе се соберат 100.000 евра. Po të njëjtit njeri, fjali ka nxjerr për pasuri, ndonse nuk është funksionar habitën si dy banesa e pas ka marrë. Ndërkohë, duke bë pres për te, ai vetë aty ju ka dalë. Честно заработувам пари. Вие крадете од државните пари. Тоа е голема работа. Вие не крадете. Што не ви е јасно за Вие сте честни, а сите го Што не ви е јасно за становите кажу? Pse gjithë kjo habi? Po habitet se i del personazhi. Paramendoj, ju tregoni ndonjë prallë ose lexoni ndonjë roman dhe papritmas aty të del personazhi. Ashtu edhe ky Çibishevi flet për petarin dhe ai aty i bëhet. E po habi. Çka të pyesësh personazhin? Çka? Si soset filmi, libri? Jo be, po ai vetë di më së miri. Тој грешно го разбра прашањето. Друго беше прашањето. Човекот си има 7-8 станчиња. Како да си купи уште два? Дали во кеш, дали на кредит, дали да ги добие на подарок, дали треба нешто да приплати за да си земе уште две станчиња? Или ако собериш 10 станчиња, сигурно 2 гратис ти одат. Не знам како оди тоа нешто. Në qytetin me më shumë përmendore për kokë banori, edhe 3 përmendore kanë ardhur. Këto shumë vite më parë ishin kontraktuar dhe punuar, por ja që mu tani për zgjedhje të tilla janë planifikuar. Mirë po, ndodhi që të shtyhet edhe këtë herë 5 qershori, kurse 2 përmendore, nata i solli. Lart me si gjithë një nuk ndenjë si hute as u tut, por e gjeti arsyeën e vërtet se pse përmendorët erdhën para zgjedhjeve me ngut. Zgjedhjet KQZ kur i kishte anuluar, ato në italisht nuk i kishte kuptuar. Ndaj edhe fabrika italiane, pa mos e kuptuar, i kishte sill përmendorët për të votuar. Види сега, тие стигнаа спомениците. Двата стигнаа, ама едниот го чува таму за предизбори, за кој ќе го испрат сите. Вау, одма, супер, вау, како... Ме сваќаш? S'po vesh se çka po ndodh, por situata dukshëm ka ndryshuar. Si vjet nuk po bëhen gafe që u bën vitin e kaluar. Erdh Josif Bagjeri, erdh Pjetër Bogdani, kurse as në selfie ende nuk e bëri Artani. Dikush po fol për inat, e dikujt i vjen çudi, por pozita strategjike u kemi gjetur përmendoreve shqiptare, se jo mahi. Njërin në hije të drunjve, tjetrin rreth vardarit e vendojnë. Vapën e verës më lek do ta përballojnë. I kemi prit me muaj, shumë vite kanë kaluar. Mirë po, autrosin për vendosjen e tyre, tani as BDI s'ka guxim për ta pranuar. Unë si kryetari i komunës së Çajirit nuk jam involvuar drejt për drejt këtu, as unë, as ndërmarrjet e mia. И човекот си кажа, бе, мислам на пола збор го си кажа. Нема што да се срами, си работи си има. Ако овај штеди едниот, овај другиот си работи си има. Нема што да се лутите, ме сваѓате? Zbulohet formula matematikore, se si janë shënuar vitet e përmendores së Pjetër Bogdanit. Në vend të shumëzimit është përdor pjesëtimi. Kjo ishte një metodë vetëm për prezencën e partive kundërshtare për t'i llogaritur, por ja u përdor edhe në përmendore papritur. Tash diku është shtuar, diku është zbritur, por kryesorja, përmendorja tamam, e për mbishkrimin thonë su bë shumë nam. Mandej, e dini ju gjithë se përmendore tamam e ndajnë fatin me qytetarët në ata anë. Ashtu, kush ua ka hëngër ymrin dhe jetën qytetarëve, ai u ha edhe përmendoreve. И што има врска, дека му ја сгрешиле таму годината кога бил роден, нема везе тоа. Е вечно жив, бе. Ме сваќаш? Тоа е поентата на тоа. Ништо. Мислам, извинете вака во емоција кој ќе влеквам, значи тој е вечно жив.
Vetëm ne gjejmë se çka i ndodhi Galja Makedonias në Vardar. Na ishte Galja me Gale se si ndonë se përdetje para par kam bet aty në lumin Vardar. Çka nëse unë i hyj Vardarit, a më hyn edhe mua Vardari. Dhe pas ti provokacioni, ndodhet edhe reakcioni dhe Vardari ndaj saj zhvilloi aksionin. Mandej Galia ishte anku, por krejt asaj i kishin treguar se nuk mundet edhe të duash not, edhe të jesh Galia e vetme në botë përdete para par. E as në lume lar. Mushi namirno je potonaja Galijata. Mushi je potonaja za film da se snimi. Imame i Leonardo DiCaprio, imame Kate Winslet. Napred vaka da sidhet. Shikues të nderuar, ju shpesh keni dëgjuar se kryeqyteti jon është qytet i ndar, por jo vetëm aq, se ai është edhe i qartë. Jo, se kemi për infrastrukturën, as për kulturën, por për vizurën. Në të njëjtin qytet disa mbishkrime qëndrojnë me vite, e disa ngjyra të reja i fshin me zamet. Ka aty grafitet të shame dhe fshirje mbishkrimesh, por ato të njëjtat mbeten aty. Marrin vesh se si ndodh ky bet. Ndodh shkaku se pastrimi është për piktura e skulptura dhe jo për alfabet, sepse nga pastrimi i pikturave dhe skulpturave pastrues mos ju kanë bet. Барате слобода. Ете ти слобода и тој е медиум. Еве јас ги разбирам работите како стојат. Имам гледано, имат зборано дека и графитот е медиум. Kur dështon integrimi, te bëhet zyrtarizimi. Insistohet gjua shqipe me maqedonishtën për të barazuar, edhe pse vetë thonin se çmoti e kanë zyrtarizuar. E nëse dështon zyrtarizimi, atëherë tema aktuale bëhet edhe federalizimi. Mirpo, jeta xhara nuk të lën me fol gjatë. Shkurt e shqip ajo ta bën mat. Jeta muhabetet nuk i duron kod, bile të lanë me ujë të ftokë. Nalu, hiç pa Gale të thot. Bomba në Bit Pazar, bomba në Ferizaj, nalu pak qëtu, se askush nuk të ka faj. Përgjime të cilat tani më shiteshën në tregun e Bit Pazarit, në tregun e Ferizajit, në tregun e Prishtinës. Nalu qëtu. Оп, стојам, борец. Еве, се ќе кажам. Се продават бомби. Тој продава бомби. Ете, и он продава бомби. Сите ги знам тие. Тие сите лажат, сите се предека продават чорапи, продават петарди, продават, а уствари бомби продават. Ќе ги кажам си со презиме, сите ќе ги кажам. Let me ju tregon një sekret që ka gjetë. Pse të menduarit gjithnjë për konspiracion është për sëmundje indikacion. Tani kur këtu qarkullojnë konspiracione të mëdha për shërbime të huaja dhe skenare apokaliptike kozmike, disa ish politikanë të vegjël përmendin konspiracione të vogla, mikro, lokale, vendase dhe kombëtare, asesi ndërkombëtare, se aty gjykata e New Yorkut na nxjerr patare për disa pare. Bashkimi Demokratik për Integrim në mes të dy subjekteve më të mëdha të Maqedonisë, njëri e ka përcjell ilegalisht dhe tjetri ka vjedh ilegalisht, dhe për fat keq targetin kryesor e kanë që një subjekt të madh shqiptar ta zbresin nga pazari politik. Sikur të kishte subjekt të madh politik shqiptar, si do ndodhte ky vogëlsim tinzar. Megjithatë, për këtë që e tregon, një këngë meriton. Obre Musa je vogel te zvezdita te prunesh. Мислам дека тој ја има изгрешено и ова емисијата, на грешно место има ојдено. Тој требаше да оди не на 200, тој требаше новие на 300, на 360, на некои такви да оди. Për gjithë ata që ende nuk besojnë për dallimet e mëdha mes BDI-s dhe VMRO-s, edhe një argument do t'ju tregojmë. Urrëtjen e madhe kundër VMRO-s BDI e ka vërtetuar Mitko Çavkovin për ministër prap duke e votuar, pa ulur mirë ende në vendin e vet. Çavkovi ka sjellë një vendim me marifet. Prokurores Fatime Fetaj sigurim të ri ka caktuar një person që nga prokuroria speciale është i dyshuar, kurse nga Ivanovi është i amnestuar. Mirpo, Fatimja moti kohë u ka treguar se askush nuk mundet me e friksuar. Im poručujeme, pravdata ќе го стигне секој оној кој се огрешил пред законот. Тоа е наша цврста верба и определба. Јас сум правдата, секој да го стигне. Еви аболицијата е правна одлука. Ете. Piknik me ndonjë kifle, e me pak sallam pule, PDSH në opozit nuk po i qelin fort lule. E pa nga Zepin, shumë janë duke hek, prandaj kësaj radhe shkuan në Qellopek. Nuk është lehtë gjatë kohët në opozit në mbet, sepse as pikniku më nuk ka lezet. Kaloi koha e pikniqeve kur priteshin viça e dema. Tani është bë zor me ble edhe kikirika e badema. Sa me lak fytin me pak limonad, boronic, e ndoshta edhe pak bos, prandaj kryetari s'ka faj kur bëhet nervoz. Se do të shkoj deri në vdekje me ju. Јас познавам луѓе не само до смрт што се верни, туку и после смртта се верни, ме сваќаш? Е то.
Një qeveri në pushtet, një në opozit. Lëvizja Besa nuk mundet më me prit. Qeveria në diell, sa të dojlet rrezitet. Besa formoi qeveri në hije, thonë se nuk don të korritet. Qeveria ka ministra edhe në këto momente, kurse qeveria e Besës ka udhëheqës për departamente. Jam pare jush për të prezentuar kryetarët e departamenteve të lëvizjes Besa, të cilët do të jenë monitorues të vazhdueshëm të kësaj qeverie antishtetrore dhe antishqiptare. Ova je možda najubata ideja. Vlada Pocenka. MC Vlada, MC Pocenka. Kurse kemi besuar, kurse kemi prit, se Bërllogu do të ketë ndikim në politik. Mirë po, Nevzat Beta me të vërtetë është car, Bërllogun e Tetovës nuk e pranon në Gostivar. E për krajin qytetarët, prandaj nuk e ka pranon as pak tuta, qoftë edhe nëse hidhrohet kryetaria e Tetovës, Teuta. Politika është politik, kurse partia është parti, por në Rusin të Gostivarit, ai nuk pranon deponi. Miku nderon mikun, shoku nderon shokun. Mirë po Tetova, le të gjejë zgjidhje për Bërllogun. Ja vi zamollam, bare нашите камиони да се пуштат на нашиот град, а за регионот нека бидат блокирани и немојте да ги пуштите. Ние така и на времето кодевме по дискотеки. Овие мои деца се пушти, овај не може да си го пуштил, ме сваѓаш. И само ние прекуре, так ќе си влезиме внатре. Така и ова. Се очекуваме и тај другата да договори. Тај да си собери своји луѓе, ќе речи, вие нема да си ги пуштате. Пај да видиме кој е појак, ме сваѓаш. Në Maqedoni është çrregulluar politika, ekonomia, kultura e sporti, kurse tani është shmendur edhe transporti. Nuk bëhet fjalë për gjëra banale, por për grushta të vërtetë dhe për sulme verbale. Nuk pati rrahje në stilin karate, por pati sherp për kasa e për aparate. Nuk mbeti pronar autobusi pa u bë nervoz kur e dëgjoi propozimin e shtrenjtë të ndërmarrjes Sloboda Preos. Nuk u mor vesh kush dul e kush hyni, kurse mos e keqi, e pësoi Lenini. Mendoni ju a ka epilog kjo ngjarje? Jo, për epilogu, moti është tregu. Не едно 3-4 шамари јаки да му зврти петите. Не може ништо му се направи. Нема тешка телесна повреда тука, за кривична, има прекршечно само. Може да си одам сега готово? Мислам дека се кажав. Готово. Ви благодарам. E mbani mend se zgjedhja do kishim me 5 qershor. Dikush mbet me lista në dorë pasi e zun me presh në dorë. Por sidoqoftë, KQZ një ditë para tregoi se nuk u paraqit për të votuar diaspora. Tash ne nuk jemi medium me mora, as jemi media pa mend. Andaj dërguam korrespondentin ton që të shkojë aty në vend. Po, deri në Zvicër e dërguam të shohim se pse diaspora thirrjeve nuk u përgjigj. A dëgjohemi? Po, dëgjojmë dhe shihemi. Ndonë se jemi larg, punën e bëj si është masniri dhe shikuesi këtë e din. Ne këtu jemi me mision hulumtues dhe vizituam diasporën për të parë se pse gurbetçarët tanë zgjedhjeve nuk ju përgjigjen, apo ndoshta ata fare nuk e ditën se ka zgjedhje. Për këtë gjë ne hulumtuam gjëre gjatë dhe s'kemi lënë diasporë pa hallakat. Andaj këto janë rezultatet e anketës që bëm me më të dashurit tonë në diasporë. Pas ke bërë edhe anketë. A thua rezultati i saj si do jetë? Në pyetjen se a janë me qeverinë, shumica thanë po, por me qeverinë e vendit ku jetojnë. Kurse për qeverinë tonë nuk ka ndonjë mendim të mirë. Shpesh vendrohet, thonë her teknike, her mekanike, ku ta dim, ndoshta një ditë mund të bëhet hidraulike dhe automatike. Prandaj nuk e kanë nga inati, por këtu njerëzit e dinë zanatin. Po pyetje tjetër, a ju parashtrove apo me kaq e përfundove? Jo, ju parashtrova dhe 2 pyetje tjera. Në pyetjen se a ndjekin situatën në vend, shumica e ata anketuarve thanë se shohin çdo ditë lajme dhe nganjëherë mërziten. Shumë mërziten. Por shumica thanë se vetëm lajmeve ju besojnë dhe vetëm me ato zbaviten. Shije ti, na shek edhe diaspora. E po ne nuk jemi si të tjerët që para zgjedhjeve tregojmë vetëm fora, por urdhro, çfarë tjetër na sjell nga diaspora? Në pyetjen se pse nuk janë paraqitur të votojnë në zgjedhje tani të anuluara me 5 qershor, disa nga të pyeturit thanë se ka ndodhur ndonjë keqkuptim, pasi kanë kujtuar se atë ditë Isuf Çamili e ka ditëlindjen e për zgjedhje nuk kanë ditur as pak, pasi ata e dinë se listja zgjedhore ende nuk është pastruar. Shumë hulumtimi madh dhe i sakt, ndonse nuk janë gat punon si sahat. Po, faleminderit, po në Zvicër jemi këtu dhe se si sahat punohet. Edhe në vende tjera në diasporë kështu është. Por dëgjoni, ne e gjetëm arsyeën e vërtetë se pse zgjedhje këtu asnjëherë nuk mund të ketë pa pastrimin e listave zgjedhore, rregullimin e medjave, ndarjen e shtetit prej partisë e shumë gjëra tjera. Pse? Çka? Mos ka rënë në dorë ndonjë sekret në diasporë? Jo, as pak sekret. Kjo aprovohet me metoda shkencore vetë. Këtu me djalë nuk ishte votues fantom, s'ka. I lypa me si gjetëm, asku në diasporë dhe pyetëm pse. Thanë këtu ka sistem të drejtë dhe folshin për do gjëra si sundimi i ligjit, shteti drejtësisë,
përgjegjësia e institucioneve dhe shumë gjëra tjera dhe thanë se në atë vend ku ka këto gjëra nuk mund të ketë votues fantom, mund të ketë lugat, vampire, çuditëra tjera, por votues fantom nuk mund të ketë, nuk ka. S'mund të ketë njëmi vetë në një adresë, as numër të dyfisht amze, as listë zgjedhore më e madhe sa ajo e banorëve. Jo asnjëherë. Kjo është arsyeja. Studio. Zvicër. Kur je në opozit, shpesh mundesh edhe me u mërzit. Ashtu kishte ndodhur edhe me një lider kur ka dëgjuar se shpifin që nuk ka program e se nuk merren me kulturë, por vetëm me fiskulturë, kërcejnë në programe të huaja. Ai kishte dal edhe vetë në udhë dhe me ngjyra kishte hudh. Nga ministria do bëj pikturë. Shumë lider opozitar vetë në dorë ngjyrat i kanë marrë. Edhe një çudi tjetër ndodhet në Maqedoni, që nuk mund askush ta sqaron as një definicion, as një teori. Pa pikë faj, asgjë pa harxhuar, shumë qytetar, fatura duhet paguar. Edhe pse nxemjen fare nuk e shfrytëzojnë, ata kanë rënë në hall vetëm se gypat e nxemjes në banesat e tyre kalojnë. Kot janë duke pritur, kot duke shpresuar, por drejtësinë vështirë kanë për ta fituar. Kjo tregon qartë se aty ku interesat të veta ka politika, çmendet edhe matematika, kurse as energjetika nuk e respekton rregullat që i ka definuar fizika. Членовите на регулаторната комисија за енергетика ги негираат законите на физиката и врз основа на тие негирања ги оптоваруваат граѓаните да плаќаат големи суми пари. Tani me idiom vazhdojmë që një fjalë ta sqarojmë. Përmendore. Vepër arkitekture ose skulpture ngritur në një vend për të përjetësuar kujtimin e një ngjarje historike atë një njeriu të shquar. Monument. Përmendore madhështore. I ngritën një përmendore. Ndërtim a shkrim me rëndësi të veçantë historike, a me vlerë kulturore, që rruhet si dëshmie së kaluarës së një populli. Përmendore historike. Përmendore e vjetër e shkrimit shqip. Përmendore kulture. Mbi shkrimet e përmendoreve. Figurativisht. Vepër e shquar e me rëndësi të madhe që kujtohet brez pas brezi. Vepër letrare me përmbajtje të thellë e me formë të përsosur. Mbetje përmendore e përjetshme. Kadal. Mirë ta kuptojmë se çka thot fjalori. A mundet edhe pa betona? Mbetet përmendore edhe nëse arti dhe letrësia shkon për dore. Domethënë, nuk është patjetër beton, tendera dhe gdhendje e vjedhje të ketë. Monument edhe ashtu mund të jetë. Bravo fjalori, se betoni e stiropori gati mend na i mori. I vogël por sherin e madh. Fjalët e urta i kemi për çdo tematikë dhe ja, disa prej tyre kanë lidhje me matematikë. Jo çdo gjë e vogël është vërtet e vogël, pasi ndonse ndonjë send duket i vogël sa një gogël, ai mund të bëjë sher të madh dhe të bëjë gogël. Pra, i vetmi mësim që nga kjo fjalë mund të dalë është mos shikni njerin, por shikni sherin. I madh apo i vogël është. Vazhdojmë me rubrikën tonë të parashikimit të motit Omete. Sipas metopatëve tanë, u shënuan këto gjendje anë mban. Në Pollok, pati të rreshura të mbeturinave dhe bllokimeve, por kjo s'është ndonjë problem se janë mësuar ata me këtë sistem. Në pjesën jugperëndimore, sigur asgjë nuk ndodh, madje as për sezonin turistik nuk janë lodh. Por në anën lindore, një thatësi ka plojë sepse të rreshurat e hamburgerave moti mbaroi. Por në kryeqytet kishte të rreshura intensive për biseda informative. Ne pyetëm metopatët tanë se si ndodh kjo përputhje dhe ata na thanë se nuk ka lidhje me puthje, por me edukim dhe arsimim. Arsyeja e vërtet është se policia ka pas nevojë për mësim. Ndaj edhe disa profesor i kishte thirrur për bisedim, sepse është koha e provimeve dhe kanë nevojë për konsultim. Ka shumë policë që vazhdojnë mu fakultetin juridik dhe kanë dashur që me konsultim të fitojnë ndonjë pikë. Për javën e ardhshme, sipas metopatëve tanë, na presin këto gjendje anë mban. Pritet të shtohen bisedat informative dhe jo vetëm në kryeqytet, por edhe në çdo qytet, saqë nga informacionet e shumta që do dalin, s'do dinë këtë lën e këtë marrin. Pasi konkurrentët tanë në emisione tjera kulinarie shkojnë çdo ditë më shumë me specialitete të mëdha, ne për ju dhe vetëm për ju ekskluzivisht gjetëm specialitete të vogla. Si me diçka pak, shumë pak, uris mund t'i vendoni kapak. Mos u habitni se tavolinën e shikni thatë, pasi bëhet fjalë për diçka vërtet të thatë. Fara. Po. Fara të zeza
dhe të bardha. Janë meze, janë aperitiv, por janë edhe ushqim kur s'ka kohë për ndonjë specialitet kreativ. Ashtu mund të merrni fara të zeza ose të bardha dhe të njëjtat vetë me dhëm t'i qeroni dhe t'i konsumoni. E ju bëfshin mirë. Shikni vetëm lëvozhgat mos mos t'i hidhni sepse higjiena ka lidhje me jetën e njeriut edhe jashtë edhe brenda. Këto më së miri konsumohen kur jeni pa brenga, si shumë bashkëqytetarë që sillen sikur të jenë të opozitës kryetar. Lajt me, natë e ditë. Bisedat informative të dikurshme na janë përsërit.